Përshëndetje, jam Zana. Jemi në prag të pushimeve verore dhe besoj se edhe ju po bëni plane se ku do të udhëtoni. Si ju duket ideja që të bëni një vizitë në Kinë? Ditët e fundit, me lehtësimin e politikave të hyrjes në Kinë, gjithnjë e më shumë turistë huaj, duke përfshirë edhe ata perëndimor, po vinë në Kinë për të eksploruar këtë vend misterios lindor. Vajtja në Kinë me një valigje bosh është bërë një temë nxehtë në rrjetet sociale. Nëse doni edhe ju ta shikoni me sytë tuaj vendin më të madh prodhues dhe tregtues në botë, cilat mund të jenë dhuratat, suveniret ose produktet që ja vlen më shumë për të mbushur valigjen tuaj kur vini në Kinë, kam intervistuar 2 kolegët e mi me përvojë të pasur në këtë trajtim për t'ju dhënë sugjerime. Të dashur miq, nëse vini në Kinë dhe mendoni çfarë dhuratash të bëni të afërme miqve kur të ktheheni në Shqipëri, unë po ju ofroj disa sugjerime, meqense kam kaq vjet në Kinë dhe kam bërë shpesh dhurata kur jam kthyer në Shqipëri. Së pari, unë meqense Kina është vendin e çajit, ju propozoj që mund një çaj dhe takëmet e çajit janë një dhuratë shumë e mirë. Thash Kina është vendlindja e çajit dhe gjen shumë lloje çaj për të gjitha problemet edhe shëndetësore që mund të kenë njerëzit dhe kështu para që do të bënte një dhuratë shumë të mirë e shoqëruar mbase edhe me takëmet e çajit në të cilat zhvillohet edhe ceremonia e çajit që njohur në Kinë. Këto takëme mund të jenë për shembull porcelan me keramikë porcelani, domethënë edhe produktet e porcelanit. Porcelani kinez bie që është shumë i famshëm në botë, edhe produkte porcelani e të tjera pjata mund të shërbejnë një dhuratë shumë e mirë, por sigurisht me që është delikat, mbase do kujdes për të transportuar dhe nëse keni merak pra se domethënë për këtë mund të thyen ose kështu, mund të zëvendësoni me një tjetër produkt shumë të njohur në Kinë që janë enet e emaluara, me vazo, me pjata, me tasa pra të emaluar. Kina është e famshme gjithashtu për to dhe i gjen, domethënë në Kinë gjen nga llojet, nga dizajnet më të bukura dhe më të sofistikuara, të themi. Tash nëse doni të bëni një dhuratë për gratë, për nënat, për bashkëshortet, për motrat, për shoqet e të tjerë, unë padyshim mendoj se mëndafshi është dhurata më e mirë. Mund të bëni dhurata veshje, shale me ndafshje të tjerë, por unë kam bërë dhurata edhe për shembull për çiftet e reja që kanë nisur jetën bashkëshortore, mund bëni dhurata me ndafshje edhe për shembull për këto mbulesat e shtretërve, pra për çarçaf ose këllëfja stëku e të tjerë. Sigurisht këto kushtojnë pak më shumë, por nëse doni diçka më të lirë, pra sigurisht shalli është një zgjedhje shumë e mirë. Pra mëndafshi, sidomos për gratë, vajzat është, mendoj unë, dhurata më e mirë. Pas mëndafshit, një tjetër produkt që gjendet shumë në Kinë dhe është shumë i famshëm nga produktet e nefritit. Nefriti, sidomos më të kaluar në Kinë, ka qenë shumë i çmuar, edhe tani bion të jetë i çmuar, pra edhe produktet e nefritit. Besoj se do të bëni një dhuratë shumë të bukur për njerëzit që keni në Shqipëri. Tani e nisa me një pije më falni para se ta mbaroj, edhe piktura dhe kaligrafia kineze shumë e famshme, mund bëni një dhuratë gjithashtu shumë të mirë. Madje në kaligrafi mund të vendosni për shembull atij që do t'ia dhuroni emrin e personit që do t'ia dhuroni, mund ta shkruani emrin e tij në gjuhën kineze dhe do të ishte shumë interesante të tregonit atij se si shkruhet emri me hieroglife kineze. Pra mund dhuroni bukurshkrime, kaligrafi dhe piktura kineze tradicionale që janë vërtet shumë të bukura. Dhe në fund tash e nisa me një pije dhe po e përfundoj me një pije, është rakia kineze. Do të ishte një dhuratë shumë e mirë, sidomos për burrat, dhe se duhet kujdes se është një pije shumë e fortë se rakia në Shqipëri, bëhet me oriz, me sorgum të tjerë, por thash është shumë e fortë dhe do vërtet burrat e fortë të mbajtur te raki. Pra këto janë
dhuratet që propozoj unë, suveniret që mund të bëni kur të vini në Kinë dhe pastaj kur të keni në Shqipëri. Pra, mirë se të vini në Kinë. Përshëndetje Zana, është një pyetje shumë e mirë sepse këtë verë me sa ti unë do vi në shumë miq shqiptar për të vizituar Kinën. Për propozime, së pari unë dua të propozoj gjëra artistike të Kinës, sepse unë ti që shumë miq shqiptarë mendojnë se në Kinë mund të gjejnë ato gjëra antike, simbolike, perandorake të tjera, do me thënë me shije rindore. Por unë kam qenë në Shqipëri, kam jetuar edhe në Shqipëri, unë kam vizituar shumë familje shqiptare, unë di që familje e tyre, do me thënë, ata e zburojnë me shumë gjëra artistike. Për këtë, në Kinë, mendoj se ata mund të gjejnë gjëra më të preferuara, sepse Kina jo vetëm është një vend i madh për prodhim, edhe kanë shumë dizajnues të mrekullueshëm, sepse sidomos vitet e fundit këto si një zinxhir të tërë, edhe për dizajnim, edhe për prodhim, edhe për shitje patjetër. Prandaj edhe me çmim shumë të ulët. Për shembull, kanë qenë në Kinë disa miq shqiptarë, unë kam shoqëruar për të vizituar në një fabrikë, patjetër ka edhe vetë dyqane, edhe aty ata kanë gjetur leilek kristal, janë fantastike, edhe me çmim shumë të ulët. Ata thanë që këto gjëra mund të gjenë me një çmim 10 shifra më lartë në Evropë. Prandaj ata kanë blerë shumë, gjithashtu kanë edhe shumë gjëra të tjera artistike. Mendoj se çfarë mund të gjeni në Evropë ose në vende perëndimore, mund të gjeni këtu në Kinë me çmim më të ulët edhe me cilësi më të lartë, sepse këtu është burimi i tyre. Tjetër, unë dua propozoj miq shqiptarë të prejnë në Kinë pimë mjekësore kineze. Sepse ju dini që Kina është një vend me një histori shumë të lashtë prej 5.000 viteve kulturore. Gjithashtu ka edhe histori të gjatë për mjekësi kineze. Gjatë kësaj kohe, jo vetëm ka formuar sistemi e vetë shëndetësor, mjekësor, gjithashtu edhe teknika ose mjeshtëri të veçantë të përpunimit të pimëve mjekësore. Prandaj ne quajmë mjekësi kineze është më e veçantë në botë. Ju dini që, për shembull, mund të gjeni edhe në vende të tjera, ginseng ose ndonjë pimë tjetër në vende të tjera rindore, por mjeshtëria e veçantë e përpunimit, ku ta gjeni? Vetëm në Kinë mund gjeni. Prandaj, për shembull, shumë miq shqiptarë kanë qenë në Kinë, ata blejnë goqi, ginseng, lingzhi e të tjera. Ato janë të përpunuar, me që nuk janë pimë të thjeshtë mjekësore, janë të përpunuar mjeshtëri të veçantë të mjekësisë kineze. Edhe janë në mënyrë të butë, mund të ushtron, domethënë për të fuqizuar shëndetin. Është gjëra më e veçantë që mund të sillen në Kinë për në Shqipëri, për familjar, për miq. Patjetër duhet të them propozoj ato pajisje të vogla elektronike. Ju dini, jo vetëm shqiptarë, edhe të gjithë të huaj tash që vinë në Kinë duhet shkojnë në Shenzhen, aty ka një zonë tregtare quhet Huaqiangbe, sidomos për gjëra për ato pajisje të vogla elektronike të panumërta. Mund të gjeni çdo markë ose edhe me të njëjtën cilësi, por me çmim shumë të ulët, ka një fjatë, domethënë për të pastruar vitrinat ose për të pastruar panark. Domethënë ata që vinë aty, bëjnë në pazar aty, blejnë pothuajse të gjithë mallrat. Prandaj mund të imagjinoni sa e veçantë aty është. Prandaj kur të vini këtu, unë shpresoj mund të gjeni në Huaqiangbe në Shenzhen, që nga ndonjë lotër për fëmijë deri në ndonjë pajisje të vogël elektronike të më të moderuar,
edhe me çmim më të mirë edhe me cilësi më të kënaqshme për ju. Ka që janë propozime e mira. Atëherë, a jeni gati të vini në Kinë këtë verë me një valigje bosh? Sipas mendimit tim, një valigje ndoshta nuk mjafton. Por lajmi i mirë se edhe valigjet shiten me çmime të arsyeshme këtu në Kinë. Kështu që mund të vini bile pa valigje fare, sepse mund të vini këtu sa të doni dhe t'i mbushni me çfarë të doni. Po nëse nuk ju pëlqen të bëni bazar, Kina me siguri ja vlen ta vizitoni për shumë gjëra të tjera. Këtu ka shumë për të parë, shijuar dhe provuar. Sidoqoftë, këtë verë mirëardhëshi në Kinë.